Fituesi i vërtet i zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut është vëmëroja kryeministrit Hristijan Mickovski. Ai shkaktoi opozitës maqedonase një disfat të thellë, të paparë më parë në historinë e zgjedhjeve, duke e mundur me një diferencë shumë të madhe. Vëmëroja fitoi në 54 komuna, ndërsa LSDM vetëm në 6. Përveç opozitës maqedonase, VMRO mundi edhe partitë shqiptare, Vlen dhe Aleancën Kombëtare për Integrim në 3 komuna me shumicë shqiptare: Kërçov, Butel dhe Bërvenicë. Në këto komuna, Mickovski arriti të përçajë votën shqiptare, duke ushtruar presion mbi drejtuesit e Vlenit që të tërhiqen jo vetëm nga mbështetja për kandidatin e opozitës në Kërçov, por edhe nga kandidati i tyre në Bërvenicë. Distancimin e Vlenit nga Hakim Ramadani në Bërvenicë e konfirmoi edhe deklarata e misionit vëzhgues të OSBE-s që monitoron zgjedhjet lokale në vend. VMRO ndikoi gjithashtu në përcaktimin e fituesve të paktën në 3 komuna shqiptare: Tetov, Strug dhe Dibar. Mickovski me mjeshtri i kushëzoi kandidatët e Vlenit në këto komuna, duke i detyruar të tërhiqnin mbështetjen për Deharin në Kërçov dhe Ramadanin në Bërvenicë. Kryeministri la të kuptojë se mes VMRO-s dhe Vlenit kishte një marrëveshje parazgjedhore, e cila duhej respektuar nëse partneri shqiptar i koalicionit kërkonte mbështetjen e VMRO-s në komuna ku nuk mund të fitonte pa ndihmën e saj. Megjithatë, fitoria bindëse e VMRO-s është paguar me një çmim të lartë. Partia fitoi duke humbur mbi 140.000 vota krahasuar me zgjedhjet paraprake dhe pa marrë një konfirmim të qartë nga misioni vëzhgues i OSBE-s se procesi zgjedhor ishte i ndershëm dhe demokratik. Në deklaratën e OSBE-s jepen vlerësime të ashpra për procesin zgjedhor, i cili sipas misionit nuk arriti të përmbush paragrafin 5.4 të dokumentit të Kopenhagës të vitit 1990. Ky vlerësim lidhet veçanërisht me përfshirjen e vazhdueshme të funksionarëve qeveritar në fushat, gjë që ka zbehur ndarjen midis shtetit dhe partisë. Në vitin 2015, misioni vlerësues i Bashkimit Evropian, i udhëhequr nga eksperti Reinhard Priebe, e kishte identifikuar këtë fenomen si shenjë të kapjes së shtetit. Deklarata përmban edhe kritika të tjera serioze ndaj procesit zgjedhor, si ndarjet etnike, pjesëmarrja e ulët e qytetarëve në zgjedhje, problemet me administratën zgjedhore dhe qasja e pabarabartë e partive në media. Aty theksohet se jo të gjithë kandidatët kishin kushte të barabarta në fushat, për shkak të mënyrës selektive të ndarjes së reklamave politike, gjë që shtrembroi dukshëm terrenin mediatik. Po ashtu, OSBE shpreh shqetësimin për mungesën e transparencës në financimin e fushatës dhe për mungesën e ndëshkimeve për shkeljet e tyre, çka ka dëmtuar besimin publik dhe llogaridhënien e procesit zgjedhor. Në raport përmendet edhe dukuria e blerjes së votës, presioni ndaj punonjësve të sektorit publik dhe ndjekja e votuesve në vendvotime.